Ndodhemi në fshatin Psar, bashkia e Kelcyrës, aty ku prej disa kohësh me 10 krerë bakti të therrura janë hedhur në ujërat e porojit të fshatit e mandej dhe në lumë. Prania e kafshëve të dekompozuara ka shqetësuar banorët për rrezikun e ndotjes së mjedisit dhe për hapjen e mundshme të sëmundjeve. Po, shqetësim është herë e fortë të liu frymën. Sipas kurreplakut të fshatit Psar në Xhiplaze, situata është denoncuar prej afro 1 muaji, por reagimi i institucioneve ka munguar. Kam njoftuar veterinarët, veterinerët e baktive, masa s'jam asnjë që më tani. Neve ne kemi frikë në qysh po rrim, ne kemi njoftuar tërë veterinarët e rrethit. Ndryshe, bashkia e Kelcyrës tha se ka marrë njoftim ditët e fundit dhe ka njoftuar institucionet përgjegjëse. Kemi shkuar atje, e kemi evidentuar dhe jemi duke përgatitur dokumentacionin e plot për t'u referuar organeve kompetente. Pas publikimit të rastit në media, specialistët e zyrës rajonale të veterinarisë në Gjirokastër kryen këtë të premte verifikimin në terren. Sipas tyre, bagtit kanë ngordhur rreth 1 muaj më parë dhe bazuar në deklarimet e fermerit, shkaku nuk lidhet me ndonjë sëmundje infektive, por me sulme nga ujqrit. Menjëherë u morën masa për groposjen e kafshëve të ngordhura, ndërsa vijon kontrolli në tufat e tjera të fshatit Psar të Kelcyrës.